Pranvera ngroja e temperaturave ka sjell drejt Vlorës me dhjetra turistë huaj, ata janë kryesisht italian, por nuk mungojnë as nga vende të largëta si Suedia. Turistë të cilët, siç tregojnë dhe vet, kanë ardhur për pushime disa ditore në Vlorë për të shijuar klimën e pavorshme dhe sigurisht detin, të cilin e përshkruajnë si të magjishëm. Turistët e huaj kanë zgjedhur Pranverën për pushime për shkak të pauzës nga puna apo shkolla e fëmijëve, por që me shikim të parë janë të dashuruar me qytetin, ku sipas tyre mund të gjesh të gjitha, relievin malor dhe detin në të njëjtin vend. Krahasuar me vendet e tyre të jetesës, për ta moti është shumë ndryshe, më shumë i ngrohtë. Vlerësime kanë dhe për qytetarët, duke i cilësuar të sjellshëm, por dhe për ushqimin, vendas të cilin e përshkruajnë si shumë të shijshëm. Place is beautiful but is dirty and I think it's necessary to clean up with the Ky vend është shumë i bukur, por mendojmë gjithashtu se ka tepër ndotje. Ndaj themi se është tepër e nevojshme që të pastrohet. Mendoj se do të ishte mirë që në pastrim të organizoj diçka, ndoshta me shkollat që të pastrohet. Do të ishte ide e mirë. Ne vim në Vlorë nga Italia, nga Milano. Milano. Yes. Italy. It's your first time in Romania? No, the second time, but it's the first Është hera time jone e in dytë në Valona. Shqipëri dhe hera jone e parë në Vlorë. Ne kemi qenë këtu në vitin 1996-98, por kemi qëndruar aso kohë në veri, pranë Tiranës, ndërsa tani po vizitojmë këtë qytet. Është shumë i bukur, sepse plazhi është tepër i madh dhe i bukur. Now I see only this place, but it's very beautiful because the playa is big. We from Sweden. Ne jemi nga Suedia. Ne nuk e njohim shumë qytetin, sepse kemi arritur këtu dje, por me sa po shohim duket shumë i bukur. Një plazh shumë i bukur. Nuk dim shumë, por mendoj se ka ardhur koha të zbuloj më tepër, pasi kemi tepër dëshirë. Yeah, it's nice. Compared to Sweden, the weather is much warmer here, so very. Këtu është shumë mirë, shumë bukur, duke e krahasuar me Suedin, moti është shumë i mirë. Më së shumti ne tashmë po shijojmë motin e mirë në këtë qytet. Zgjodhëm këtë periudhë të vitit për të pushuar, për shkak se fëmijët tanë kishin pushim nga shkolla dhe zgjodhëm që të kishim pak kohë për veten tonë dhe pushime. Ne qëndruam 2 ditë në Tiranë dhe më pas erdhëm drejt në Vlorë. Do të qëndrojmë këtu 2 apo 3 ditë, e më pas nuk e dim, ne kemi makinë dhe do të vizitojmë edhe disa qytete, por momentalisht nuk kemi plan. Nuk e njohim shumë qytetin, por në shikim të parë, më pëlqen deti, klima, malet që gjenden këtu. Ne nuk e kemi këtë gjë në Suedi dhe më pëlqen shumë. We don't have views like this in Sweden, so we like the view here very much. And the people are very nice here. I think, yeah. Në qytetin bregdetar të Vlorës çdo ditë, por veçanërisht për gjatë fundjavave, mund të takosh me dhjetra turistë huaj. Të shumt në numër janë europiano-lindorët dhe perëndimorët, por nuk mungojnë as turistët nga lindja e mesme, Azia dhe deri tek Amerika dhe Australia e largët.